Analisti i sigurisë, njëherësh kryetari i bordit të Institutit Octopus, Agim Musliu ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić instrumentalizon ushtrinë dhe udhëtimet e zyrtarëve ushtarak në kufi me Kosovën për të zhvendosur vëmendjen e publikut nga problemet e brendshme dhe protestat e mëdha në Serbi. Sipas Musliu, vizita e ministrit të mbrojtjes së Serbisë Bratislav Gašić së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm, General Milan Mojslijović, në bazën ushtarake të Ornicës, pranë asaj që Beogradi e quan Ground Safe Zone, për bën një manovër propagandistike nacionaliste, jo një përfaqësim të vërtetë të gjendjes së sigurisë kombëtare. Si analisti i sigurisë e konsideroi provokuese dhe destabilizuese këtë vizitë të ministrit të mbrojtjes Bratislav Gašić dhe shefit të shtabit të përgjithshëm General Milan Mojsilović në bazën ushtarake Ornica. Kjo është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të militarizuar krizën dhe për të inskenuar kërcënimet e jashtme në funksion të shmangjes së llogaridhënies së regjimit, ka shkruar Musliu në Facebook. Mëtej ai ka thënë se përdorimi i ushtrisë për qëllime politike është një mesazh i rrezikshëm për stabilitetin rajonal. Sipas tij, Serbia duhet të ndalë këtë aventurizëm dhe të fokusohet në zgjidhjen e problemeve të saj të brendshme, jo në prodhimin e krizave artificiale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë, ka thënë se ka parë lajmërime për destabilizim në shënimin e Vidovdanit, festë kjo fetare e cila tradicionalisht organizohet nga serbët më 28 qershor në Gazimestan. Kurti tha se ndonë se kjo ditë ka karakter fetar, ajo fatkeqësisht është keq përdorur nga autoritetet e Beogradit për të përcjellë retorika politike nxitëse dhe kërcënuese ndaj sigurisë publike në Kosovë. Në lidhje me këtë paralajmërim të Kurtit dhe me mundësinë e destabilizimit të situatës në një bashkëbisedim me bota sot, ka folur eksperti i gjeopolitikës Lutfi Bilali. Së pari, ai duke analizuar politikën serbe nuk përjashtoi mundësinë e provokimeve gjatë shënimit të Vidovdanit. Po vlerëson se institucionet e sigurisë së vendit kanë informacione për inskenimet e incidenteve të mundshme nga Beogradi. Sigurisht që mund dhe do të ketë provokime të pjesëmarrësve serb në festimin e një lufte të humbur në betejën e Kosovës, rasti unikal që humbja të festohet, loja politikës serbe për të provokuar me këtë datë, festimi i humbjes 28 qershor 1389, nuk është risi dhe hera e parë. Institucionet e Kosovës në veçanti ato të sigurisë kanë dhe duhet të kenë informacione për inskenim të incidenteve nga ana e strukturave shtetërore në Beograd. Po ashtu, Bilali përmendi edhe disa skenare që mund të ketë përgatitur shteti serb në mënyrë që të destabilizojë situatën dhe më pas të tentojë të parashitet si viktimë në sytë e ndërkombëtarëve. Sigurisht që Serbia është e interesuar dhe ka plane për të destabilizuar përbrenda Kosovën në radhë të parë që të parashitet si viktimë dhe më pas këtë ta paraqesë de facto ndërkombëtare si rrezikim i ekzistencës së pakicave serbe në Kosovë. Ato të ketë tentativë për ndonjë kamuflim dhe aktivitet me akte dhune, nuk mund të përjashtohet kjo mundësi, por skenari serb mund të jetë shumë dimensional, nga provokimet me veshje dhe ikonografi nacionaliste dhe fetare, deri te ndonjë inskenim dhune, provokim dhe kundër reagim ndaj forcave të rendit që normal do të jenë të obliguara për të vepruar konform ligjit të shtetit të Republikës së Kosovës. A do të kemi skenar për akte dhune në pjesën lindore në regionin e Ana Moravës apo Graçanicës, Kosovën qendrore apo në Shtrpës dhe në veçanti në veriun e Kosovës nuk mund të thuhet me saktësi, por nuk përjashtohet mundësia që skenaret që mund të ketë përgatitur Serbia për destabilizim mund të aktivizohen, shpjegoi ai. Krahas kësaj, eksperti shprehu besimin tek institucionet e Kosovës, megjithatë kërkoi të jemi syhapur dhe të gatshëm ndaj sfidave me Serbinë, jo vetëm nesër, por edhe në të ardhmen. Besoj se institucionet tona të sigurisë kanë informacione, por edhe potencial që të neutralizojnë çdo skenar të qarqeve destabilizuese që vijnë nga Serbia. Me rëndësi është që Kosova të neutralizojë edhe luftën propagandistike që Serbia po bën, jo vetëm me këtë datë mitike, por edhe me gjithë aspektet e të kaluarës sonë, historike, kulturore dhe politike, por të gjitha sfidat me Serbinë, duhet të jemi syçel dhe të gatshëm, jo vetëm nesër, por edhe në ditët në vijim. Përmbylli Lutfi Bilali për Bota Sot.